O miq, kjo video është një reagim i drejt për drejt i një deklarate nga një zyrtare nga këto që vinë në Shqipëri dhe janë nxinë faqen si gjithmonë. Kur kanë interes që fjalët të mira për qeverinë. Po në këtë rast nuk është se kanë fjalët të këqija për qeverinë, kanë të këqija për popullin. Me pak fjalë, miq, dua t'ju rikujtoj që në historinë njerëzore, dhe historia nuk fillon as sot, as dje as për dje. Evoluon, ecën koha, ecën. Pavarësisht se jemi në pikën më të ullët të historisë, ku provojnë vetëm plerat, kërbat, demonte ullët, e të tjerë, gjithë dështirat e shoqërisë njerëzore, jo vetëm këtu, po në gjithë botën. Luftrat kanë nisur për dinjitet, miq. Luftrat kanë nisur për dinjitet. Mund të kenë nisur për një njeri, për çështje familjare, për një deklarat, sot ishte deklarat shumë e rëndë, për një motivacion që të cënon dinjitetin, në rastin konkret është dinjiteti një populli. Miq, për dinjitetin e popullit ngrihen në luftë. Për dinjitet kemi arritur një shqiptarë ne që na shajnë sot, që na thonë s'keni ju vullnet për luftu korrupsionin, ne që s'kemi vullnet, kemi mbjetu shekuj për dignitet. Edhe jemi çuar për dignitet. Dhe kemi mbrojtur të tokë për dignitet. Dhe kemi kalu sa pushtues për dignitet. Tani dhe një zonjë, pra zonja në fjalë, Marta Qumësht, Kos, Humus, e të tjera, së na intereson fare emri. Një nga shumë zyrtarët që vinë në Shqipëri, edhe me dosje, akoma nuk kanë mbyllur çështjet për cilat akuzohet dhe ajo vetë për bashkëpunim me UDB-n. Pra, në rast se vërtetohet kjo gjë është haptazi kundër interesave të kombit shqiptar, e të shtetit shqiptar, haptazi, me origjinë slovene. Si vazhdo ka interesat vazhdojnë dhe ne kujtojmë që diplomacia evoluon, që sot mund të ndrojmë kaq thjesht ka diplomatik, por nuk ka kaluar shumë kohë që të ndrojmë kaq shpejt në ka diplomatik. Se në Europë s'na ka dash njerë dhe ne prap me syt në Europë presim që të na vendosi, por prap kemi shpresën se mos është vetëm një rast sporadik apo thjesht një zyrtare që thot nga vetja këtë deklaratë dhe nuk e thot në emër të gjithë Komisionit Evropian, do ishte shumë e rëndë të ishte ky perceptim për shqiptarët, po unë nuk e besoj, mendoj që thot nga vetja dhe për interesat e saj vetjake dhe të ndishet edhe të hetohet për interesat e saj vetjake. Se shumë zyrtarë tjerë që vinë të Shqipëri dhe ikin me trastat plot, jo për fajt popullit, po për fajt atyre që janë mbushën trastat, që po varfërojnë dhe popullin. Pse nuk kanë gojë ta thonë drejt për drejt që është qeveria e korruptuar, po arrit të tha sot populli, tha, nuk ka vullnetin populli që të luftoj korrupsionin, tha. Shqipëria ka bërë pa shkëlqyer, po kush Shqipëria ka bërë pa shkëlqyer? Po ti sa po shave populli shqiptar? Kush je ti? Kush ata të shajnë populli shqiptar më? Kush janë këta çfarë? Kush janë këta të shajnë populli shqiptar? Çfarë dhe me çfarë ta griflet? Dhe kush është këtë flasi për popullin, duhet flasi vetëm për institucionet dhe për qeverinë, kaq. Që kjo urritja? Shpallë në ngrata këtë grunë sot. Kush ta shpalli, thoj, kush ta shpalli. Shpallin në ngrata mos ty më fare këtu. Ose të ndrojnë komisionere në Bashkimin Evropian, ose të kemi gjithë integrim, se po në i buku integrimi këtyre. Shqipëria gjithmonë në stuhin, në kthetra dhe në dhëmbët e armiqve gjithande, e shkive gjithande. Dhe nuk po tregon asnjë vend vullnetin që të marrë hapa konkret dhe të thot, duan bashkëpunoj me ju, po 1, 2, 3, 4 hapat. Po 1, 2, 3, 4 hapat, ju thua thjesht përqafon popullit shqiptar korrupsionin.
Hapat janë institucional, pastroj institucionet, pastroj zyrtar të lartë. Me që keni një sto procedurat e pastrimit, gjithë spaku, spaku tha ka bërë punë të shkëlqyer, Shqipëria punë të shkëlqyer, po duhet të rregojë populli, po kush është keq atë? Si e mat kjo? Pse ç'është ndërhyrje në punë të brendshme të një populli? Si e mat kjo që populli është deklarata shumë më e ndyrë se sa të thuash është populli korruptuar. Nuk thot populli korruptuar, thot populli shqiptar nuk ka, duhet të tregoj vullnetin që të luftoj korrupsionin. Është më keq akoma. E përgjithëson gjithë populli shqiptar, është urrëti ndaj gjithë popullit shqiptar. Është deklarat anti-shqiptare, është qartazi deklarat anti-shqiptare. Një pjesë e korruptuar nuk përfaqëson gjithë popullin shqiptar, dhe nëse gjysma e popullit është e korruptuar, sikur 10% jetë e pakorruptuar, për 10% do luftojmë dhe për 10% do rrim këtu. Po ata njerëz që me zor nxjerrin bukën edhe që punojnë punë ndershme, dëgjojnë deklaratat e njerëz që vjen këtu dhe thot populli shqiptar është i korruptuar, e duhet me prit prap këtu, me majtë syt nga ajo ç'a deklaratash do bëje. Pse nuk po jetojnë gjithë ata zyrtarë që vinë në Shqipëri që shkojnë në mbushin trasat dhe ikin. Edhe ndryshe raportojnë atje, ndryshe raportojnë këtu. Edhe ndryshe bëjnë deklarata këtu. Populli shqiptar janë mbush trasat atyre. Gjitha anët. Si europian, si amerikan, si gjitha me besimin, prapë po themi që zyrtarë të caktuar nuk përfaqësojnë shtesat, ato interesat e një shteti të tërë. Se vinë këtu dhe futen në qarkun e të mëçëve, të kryshëve të komunizme, futen qarkun e këtyre, i blejnë këta, se këta janë shumë, kanë sistem shumë manipulativ, ta i blejnë të gjithë, i korruptojnë dhe vazhdojnë, trashëgojnë kulturën politike. Ujmi që ka ngeli që kështu gjak, se mos e ka vetëm këtë që më zjen gjaku sot për këtë deklaratën, se është deklarata anti-shqiptare. Ka ngeli që gjak juve për këto deklarata që pensë se për një deklaratë tillë futen popull në luftë. Kjo është deklaratë shkis. Është deklaratë shkive. Është deklaratë shkive kjo. Akuzohet që bashkëpunon me UDB-n, kjo zonja. Po mirë, qa dëmesh i kanë bërë gjithë të popullit shqiptar? Gjithë të 35 vite, gjithë të hujtë që kanë ardhur. Kush do i shlyj? Kush do i shlyj gjithë të dëme? Kush do i shlyj? Të jetojnë bashkë me këta tanët. Kur të hapën dosjet bashkë me këta tanët të jetojnë. Se të hujtë kanë marrë në qafë Shqipërinë. Kanë informacion shumë mirë se si është mbajtur pushteti këtu, se si është shfrytzuar vendi këtu, dhe kanë mbajtur gjithë këtë klik politike, gjithë këtë kohë. Kaq kisha. Si qytetare, si shqiptare, si gazetare, si aktiviste, si analiste, si shqiptare. Si shqiptare. Shpallë non grata këta lloj njerëzish. E mos them edhe më shumë. Po ja krefim shumë bishtin këtyre tuajve na. S'kemi qenë kështu na, s'kemi qenë kështu. Kemi bërë luftra. Imagjino, ja ka kref gjë bishtin Skënderbeu, turqve, ja ka kref gjë bishtin Ali Pasha. Do me thënë ka përdorur për interesa diplomatike, lidhje të tilla diplomatike, po luftuan për bashkim territoresh, për sëmbrapsjen e çështjeve dhe të interesave antikombëtare. Po edhe Enver Hoxha nuk di pranonte kur të deklaratat, gjithë dim shumë mirë këto deklarata që bëjnë kështu kaq lirshëm, kaq haptazi sot. Antikombëtare s'kishte mirë pranu kur. Apo rilindja kombëtare luftoi për çfarë? Luftoi me pushk dhe me pen. Me pushk dhe me pen. Çfarë luftoi sot? Me atë mrapa luftoi. Të majtë mirë. Si qa përfitojmë në që e majtë mirë, asë gjë. Për që e ma mirë?
S'të do, më vlla, nuk të dun, nuk na dun. Për çfarë më mirë? Po na do gjejmë njëri tjetër, një kështu vend tjetër. Shqipëria duan gjithë, është vend strategjik. Bota është e madhe. S'kemi pse lutemi që tjetër ne kush ta du s'ta dun. Në rastin më të keq, në rastin më të mirë, zyrtarë të korruptuar të hetojnë, të largohen, të ndiqen nga Shqipëria. Natë mirë nga Uneva.